Një ngjarje e rëndë kriminale ka tronditur komunitetin shqiptar në Itali pasi një njeri u vra me armë zjarri në një atentat të mirë organizuar. Viktima është identifikuar si Kevin Muharremi, 25 vjeç, i cili u sulmua në orët e para të së shtunës, teksa po lëvizte me automjetin e tij së bashku me një mik të tij. Sipas informacioneve paraprake, para ngjarjes fatale, i riu kishte qenë i përfshirë në një debat në një lokal nate, konflikt që dyshohet se mund të ketë shërbyer si shkakur për shkatëzimin e situatës. Pak minuta më vonë, ndërsa po largohej nga zona, makina ku ndodhej u afrua nga një tjetër automjet, por nga u hap zjarr në drejtim të tyre. Muharremi, ulur në sendiljen e pasagjerit, u godit nga disa plumba në pjesën e sipërme të trupit, çka i shkaktoi vdekjen e menjëhershme. Personat që ndodheshin në makinën tjetër u larguan me shpejtësi duke humbur gjurmët përpara mbërritjes së forcave të rendit. Në vendngjarje ndërhyn menjëherë shërbimet e emergjencës dhe patrulla e karabinierëve, të cilët nisën krehjen e zonës dhe sigurimin e provave. Hetuesit po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë dhe po marrin në pyetje dëshmitar të mundshëm me qëllim identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të dinamikës së atentatit. Ngjarja ka rikthyer shqetësime për siguri në zonë, ndërsa autoritetet italiane kanë theksuar se po punojnë intensivisht për të hedhur drejtë mbi motive dhe duke vënë përpara drejtësisë përgjegjësit.